Djali e ka ble, domethënë prej një personi privat. A është Destan Krasniqi ai personi që e keni ble prej tij? Pyet, a ka plan i juaj që atë tokë e cila ka qenë publike me marrë? Ismet Jusufi është njëri nga aktorët kryesor të kësaj çështje. Ai përfundoi në fund si pronari i tokës ku po ndërtohet ky objekt. Dy transakcione janë shumë të rëndësishme në këtë situatë. Destan Krasniqi e bleu pronën nga familja Haxhi Shabani me vetëm 2.600 euro. Shkoi në komunë, e bëri ndrimin e pronës dhe në vitin 2017 e shiti pronën tek djali i drejtorit Ismet Jusufi. Prona me 207 metra katror u shit me vetëm 9.700 euro. Pak vite më vonë djali i Ismetit, Besforti, vendosi me ja fal pronën babës së vet, ku ai tash po ndërton. E kemi thirrë edhe Ismetin për me marrë një version të tij për këtë proces. Ai nuk ka pranuar me dhënë deklaratë në kamerë, por në një bisedë telefonike ka pranuar se është pronari i ndërtesës dhe ka sqaruar transaksionet në mes djalit të tij dhe Destan Krasniqit. Jam Ekzoni, jam gazetar në Kallëzo.com. Çushje? Mirë, faleminderit, si je ti? Që mirë, faleminderit. Arsyeja që të kum thirr është në lidhje me një objekt që qeni të ndërtu afër shkollës Yllmërina. Po. Edhe deshta me të pyet çysh e keni marrë çat pronë që jeni të ndërtu tash për shkak se më herët ka qenë pronë publike? Ja, nuk ka qenë na kemi ble për privatit. Edhe kjo punë tash 30-50 vjet përpara në Zdisha ka qenë na kemi ble, kështu që nuk është në punë që është për publike, e kemi ble për privatit. Për ku e keni ble? Unë e kam marrë se djali e ka ble, është mati kjo punë, edhe mas andaj se djali më punon jashtë, edhe për shkak dokumenteve të gjonave për me lejeve të gjonave, për ndryshe çdo gjë që kije e kin katostër dhe në urbanizëm çdo gjë ka e çdo të intereson mundesh me këshyr aty edhe i ki dokumentat. Mirë, e për ku e keni ble pronën? Djali e ka ble, domethënë prej një personi privat, edhe mas ndaj unë e kam marrë, domethënë në mençushit e kanë bas rregullat katastrës aty, edhe djali e ka ble. A është Destan Krasniqi ai personi që e keni ble prej tij? Djali e ka ble, nuk e di tash a ka ble prej atine, mund të jetë edhe prej atine, po kryesoria djali e ka ble. Unë e kam bërë prej tine. Po, sipas kontratës se e kam marrë kontratën, domethënë djali juaj fillimisht e ka ble prej Destanit, edhe deshta me të pyet, a keni punu bashkë me Destanit te qendra kosovare për zhvillim? Jo, nuk kam punu. Nuk kam punu me Destanin. Edhe domethënë Niko ai ka punu aty, ai punon jashtë, ku punon tash nuk e di se 12 vite nuk kam ndaj kontakt me to. Kështu që çdo sa dokument është në mënyrë shumë të rregullt, është konstatuar, janë katostër në urbanizëm, janë volumtuar, domethënë po ka nëse tash shpëdin kush ka porosi dhe më thon, po nuk është diçka, çdo gjë është ka të intereson për këtë punë është krejt në mënyrë legale, në rregull, janë institucione që kanë shqyrtuar se ka pas njerëz caktuar me tendenca, nëse në me boksë afera kishte bë mundon diçka, por çdo gjë është në rregull. A keni njohur më herët Destan Krasniqin? Po, unë jetoj në 50-60 vite jetoj në Gjaku. Unë shumë njerëz që morë me shumë aktivitete, ajo agronom, punojnë shumë vende, unë jo këto, po nuk ka njëri në Gjaku në Kosovë në shëtësis. Po, kështu, ati pas... Në kam vetë një gjo, mund një dhe ty, po, ki akzon dasyl, me dasyl, më lidhë disha tjetër edhe mund një, nuk ka nëjë problema një unë e dikon asë një. Po, s'ka lidhe ajo... Nuk ka lidhe ajo, po... Nuk ka lidhe ajo, mund ta një dhe djallin, ta me grumë teme, mund ta një ogjën tomë, nuk po di shka për dhe me lidhe një se një dikon, veç të po më intereson. Po, a ki pas raporte, do më dhëtë punës me Destanin, për shkak se Destani ka qenë drejtor ekzekutiv të qendra kosovare për zhvillim, ju aktualisht punoni aty, apo të qendra... Jo, nuk kom pas raporte të punës me ta, kur nuk kom pas raporte të punës me ta, unë momentalisht punoj edhe si pavarë, punoj edhe aty, po. Është një organizatë, kështu që ai që 10 vite nuk është aty, nuk e di edhe në shka, ka lidhe kjo me pronë e me Destan ose masja. Do më thonë, ka kuptoj, shka qëllimi i soj punës e në gëmë. Tash unë të një aty tash mu interesu për ty edhe mu lidhë me një aqë tonë dhe me një balë, kom punu dikundere, një kom punu, im punë edhe profesor vëjtë se këzën. Po të regoj atin, po du me konë shtu i sinqerë me ty se këto, unë nuk po di shka, se këto do puni bojnë do njerë që kanë interesa tjera me shpëdi që farë
interesat. Tasi po kjo pronë është hulumtu dhe ngargonet veç typet thëmë sa për nevoja tua, kjo është shumë në rregull. Apo din veç se për shkak të porosive të tamshme që është në. Jo, dëgjom se Unë po të bëj pyetje, për shkak se më ka du me ditë, a keni punu në të njëjtën kohë bashkë me Destanit të qendra? Jo. Veç e desha me ditë qysh, se më thonë qysh u ardh puna që ai me ju shit pronën, ja keni kërku jo, a ju ka ofru juve, qëta po të pës? Ai përmes djali u konë në Gjermani, ai s'ka pas sigurisht nevojat azi, edhe ka thonë s'ka po di që shasi, edhe ka ble djali, unë nuk jem konë gjarje në atë kohë, djali ka punu në Gjermani, ja ka ble edhe qështo po. A dini qysh e ka ble fillimisht atë pronën që ju ka shkëmby Destani, do më thonë është një pronë që e ka ble fillimisht Destani prej Haxhi Shabanëve, edhe nga më vesh një gjë, mu më së më na, për këto punë shka ble, shka bo kur shka ble për konit, unë nuk jam gjarë, unë po flasë shka na, nuk di shka bo, kur shka bo, me konë shka bo, asë konë para 30 vjetë dhe në gjakull, këta përgjët ditë bojnë shkëmbine, bojnë ndrime, shka po di shesin, blejnë në mërvetin njerëzit, unë nuk kom lidhe. Kjo vetëm është blejnë në përmes personit fizik, është masana i sa për në informat tonë kom bërë të idealit për me marrë lejën e gjonat edhe kur që tjerë. Mirë, veç me ta spjegu pse më ka të pës. Destani ka ble fillimisht një pronë prej Haxhi Shabanëve në vitin 2012. Edhe mas 3 muajve ai kërku me ju shkëmby prona, me pronën, do më thonë që ju ka shit juve, do më thonë 3 muaj mas e ka ble pronën prej Haxhi Shabanëve, do më thonë e ka ble një rrugë. Ju në atë kohë keni qenë drejtori i bujqësisë në komunë Gjakovës. Edhe po më intereson me të pyet, a kon plan i juaj që atë tokë e cila ka qenë publike me marrë ju? Aje gazetarë ka je plan. S'po di unë çfarë plani, çish po më nën një plan, kur ndom veç një gjë. Unë kom qenë ta tërgoj kohën kur kom qenë 2008, unë 5 vjetë e 6 muaj kom punu në sistem shoqëror, kur mos jam kon. Masane, unë ngëm, asë një punë është vakatura o katase e në gjonat. Unë kur farë rolin, kur farë pronën komunë Gjakovës, mu e mamë, që 30 vjetë e kënej, kom punu në Ernik, të kalëzoj haptas nuk e kom asë një mshef si, dalë me këtë dush, dalë televizorën në si në kuptimin e njerëzve si. Kur farë ploni, as kur farë selmi, unë kur farë qasje, nësë një institucion për jashtë drejtorisë bujqësisë me farmerë që kom punu s'kom pas. As nuk kom kur farë roli që muj me abo dikuj dishka, as me shëndru dishka, as me abo dishka. Unë muj një tokë seme, një pronë deme që muj e blejnë në mënyrë legale, në mënyrë të rregull. Kështu që nuk kur farë ploni s'kom pas me kërkonën. As kom diku me kërkon, as nuk kom qasje, as ligjërisht, as për farë formë, nuk dhe di shka po më ndonë me këtë qështje. Për ta sqaruar tërë këtë ngjarje, ne kemi arritur që të gjejmë dhe të bim në kontakt edhe me Destan Krasniqin. Fillimisht kemi tentuar që ta kontaktojmë në telefon, por aty nuk ka qenë i qasshëm. Më pas e kemi shkruar në rrjetin social Facebook, ku pas disa ditëve na ka kthyer 2-3 përgjigje të shkurta, ndërsa nuk ka pranuar që të bisedojmë në telefon. Përshëndetje, unë gjendëm në Gjermani, zotri. Këto çka ke shkru, mundëm të përgjigjem. Unë e kam bler atë pjesë, mandej e ka marrë komuna për interesat të veta dhe e ka kompenzu diku tjetër. Pastaj unë atë pronë ose parcel ja kam shit besfort i sufit se kam pas nevojë për ato mjete dhe gjithçka ka qenë sipas rregullave. Nëse ke diçka shko në komunë. Unë jetoj në Gjermani, mundeni ta pyetni edhe besfort i sufin, sepse atij ja kam shitur për arsye të mia. Ju lutem, çka pata të shkruva. Asnjë sens s'kam çka të shtoj. Edhe mos më shkruani më për këtë punë. Kaloni mirë. Zotri Krasniqi, a mundemi me bisedu në telefon? Mundesh më thirr në këtë numër? Jo, jam në Gjermani në punë. S'kam çka bisedoj. Mundeni të thërrni besfortin që e ka ble, unë jam në punë. Më falni, kaloni mirë. Në rregull, vetëm një pyetje kam shumë të rëndësishme. Ku ka qenë interesi yt me blet pronë prej motrave Haxhi Shabani, duke e ditë që ka qenë rrugë publike që kanë shfrytzuar qytetarët? Pra, pse e bleva atë pronë, kuve se e keni ditë që është rrugë? Mendoj se është e drejtë çdo kujt me ble, apo se s'kam ditë asun çka bëhet aty. Por edhe një herë, çka do që ke shko në komunë, kadastër, te blersi, çdo gjë është në rregull. Kaloni mirë, ju lutem se jam në punë. Faleminderit për mirëkuptim. Pse po thuni që nuk e keni ditë se çka bëhet kur prona ka qenë rrugë publike e asfaltuar? Pyetja është shumë e thjeshtë. Ku ka qenë interesi yt me ble atë pronë dhe pse pikërisht pas 3 muajve kërkove me ta kompenzu?
A ka qenë ky plani yti dhe Ismet Jusufit që përmes blerjes së kësaj prone me marrë pronën publike të shkolla Yll Morina?